A kam haram, thot kjo motra, që i ruj parët e mia edhe të burrit, pa djenit burrit për fëmijët tanë, se ai shumë po i harxhan. Po ka burra që i harxojnë. Me majtë parën në xhep ata ju duket si me majtë gjarpnin. Dojnë ma shpejt me ek për xhepit. Ata rinë rahat veç kur i harxojnë parët, kur t'jesin pa parë. A o zhëna? Nuk është zhëna. Nuk është zhëna. Ama edhe një këshill për ta jap jashtë kësaj, u kry kjo që tash. Një këshill tjetër. Mos u mundoni fëmijëve me u bën të ardhmen në xhenet. Kjo doja nuk ka xhenet. Mos u mundoni me asiguru jetë të nipave fëmijëve, me thonë dikush, a filani ka punu, ka vyt, ja ka siguru me dje, me qika, me nipa, me mesa jetën. Nuk e kem në obligim me asiguru jetën fëmijëve. Do ma thonë, kam fjallën, a i mos me punu kur, po na kem obligim me i këqyr, me i shkollu, me eduku, me u thonë mangër me pi, me vesh, me math. Pastaj jo na me shkatru vetën, për shembull mos me shku në umre kur, mos me shku në haxh kur, mos me dhon zeqat kur. Tim ledh parë fëmijëve, blej banesa, blej lokale, blej toka ata si bosa rri. Nesër çka? Ku ti shet ata rrugaçat më të mëdha bëhen. Në për kazino, në për asaj i lan kret tokat që. Prandaj leni, le të lodhen, le djersitën ata kapak. Gjanën i mesatare.